Terror në një lokal në Kavaj. Një 28 vjeçar i armatosur ka sulmuar pronarin dhe ka kërcënuar klientët. Sipas policisë, shtetasi Murat Curri, i njohur edhe si Murat Cëriku, hyri në një bar kafe në lagje numër 2, rreth orës 09:40, duke krijuar panik. Ai goditi me qytën e pistoletës pronarin 64 vjeçar dhe kanosi klientët e pranishëm. Pas ngjarjes, autori u largua me shpejtësi me një automjet tip Range Rover, duke dëmtuar edhe një mjet të parkuar gjatë arratisë. Policia, në bashkëpunim me forcat operacionale të Durrësit, u vu menjëherë në ndjekje. Gjatë arratisë, i riu humbi kontrollin e mjetit dhe u përplas me trafik ndarsen dhe një automjet tjetër. Më pas, ai braktisi makinën dhe u largua në këmbë, ndërsa kontrollet vijuan intensivisht. Pas disa orësh, ai u lokalizua dhe u arrestua në një hotel në zonën e Shkëmbit të Kavajës. Gjatë tentativës për t'u larguar, hodhi armën në një kanal, e cila u gjet dhe u sekuestrua nga policia. Në automjet u gjet edhe një krehër me municion luftarak. Pronari i lokalit ka pësuar dëmtime të lehta, ndërsa i arrestuari me precedent penal tashmë përballet me drejtësinë.